E ftoj me duar trokitje, unë big up from Jonas, Resmije Jakupi! Mirë se erdhe në Foqip Show. Mirë se ju gjeta. Resmije, mirë se erdhe, kënaqësi që të kemi në studio dhe për herë të parë në Foqip Show. Po, ashtu është. Jeton në? Unë jetoj në kanton Solotun, në Gretsenba, mirë po migracion samt Argau edhe Solotun janë zbashku, kështu që ati angazhohem. Po. Solotuni dhe Argau janë bashkë? Shumë gjara po, i pojnë zbashku. Okej, atëherë, përpara se të futemi në disa tema që do të trajtojmë sot për migracion samt, për kulturën, për integrimin, për gjitha. Sa shqiptari ka kantoni i Argaut? Kantoni i Argau shqiptar ka mjaft, mbi 60%, do me thonë pjesë që janë të shqiptarë që banojnë ato pjesë, në përgjithësi mbi miherco 55-56, do me thonë e arrin 60% gati. 60% të popullsisë, mbar. Popullsisë Argaut komplet? Jo, shumë ka shqiptar. Me numra, ka një numër plus minus? Numërin sakt nuk muj me thanë, vetëm e di që statistika e ka deklaru që në kanton Argau janë të vendosur shqiptarët me shumicë. Vetëm Arauja, do me thanë në shkolla atje ku është një pjesë që thirët teli, shkolla e teli, do me thonë atë shumë ka pas shqiptar, sa që kanë qenë vetëm 2 në klasë të huj, tjertë kanë qenë shqiptar. E kom ditë për tjera vende në kanton Argau Shprajtenbach, më duket, edhe ajo është? Shprajtenbach është edhe më shumë i popularizuar me shqiptar, mirë po në përgjithësi kanton Argau është shumë karakteristik që është shumë i pasur me popullin shqiptar. Më falë edhe je se më kokra katonarit ose më vesh. Edhe je po flasim për popullsinë që ka Argau. Po, ashtu. Në total? Në total. Pra në total sa ka Argau, që më hyjë tash me gjetë direkt sa ka popullsi, 56% janë shqiptarë? 56% do më thonë janë me prejardhje, jo vetëm nga Kosova, vinë nga Makedonia, vinë nga Malizia, përgjithësi nga pjesa jugore e Serbisë, do më thonën, me fëmijë më krejtëse shqiptarët kanë pakës më shumë fëmijë se tjertë nacionalitete, jo tash generacionet e reja mirë, po në përgjithësi është një sumë në të vërtet e lartë e popullsisë shqiptare në kanton të Argaus. I hulumtojmë këto numra edhe... O gjigant, veç një sekund. Ju lutem regjia më shikoni pak sa popullsi ka kantoni apo vetëm qyteti? Më varet për qytetit. Sa ka banor kantoni Argaut? Ta nxjerrim shumë plus minus sa. Ja. Sa janë shqiptarë. 56% e krejt totalit banorëve të Argaut janë shqiptarë. Zbesoj, Nuk besoj. Nuk besoj. Ishin shumë. Nuk shumë janë. është e thonën, statistikat që në të vërtet ka pas... A është statistikë kjo resmi, apo? Statistik, do me thonë në bashkë të Shqiptar nga Presheva, nga Macedonia, nga Kosova, nga Shqipëria, të ardhur nga shtetet e tjera. Ashtu, ati përfshihen edhe persona tjerë, do me thonë, të cilët quhen që janë shqiptar romt, ki shumë romt, të cilët e deklarojnë që janë shqiptar, do me thonë në përgjithësi shqiptar ka mjaft kantoni. Pra ti punon në migracion si jam? Unë jam migracion si mentorin, do me thonë i përkrahi migrantët, të cilat dojnë të shkojnë në rrugën time të cilën kam shkua unë në fillim. Të cila është e rruga? Rruga ime është kështu, që vi unë në vitin 1998, në atë kohë vi në Zvicër, do me thonë me një diplomë e cila nuk është ende e njoftuar në Zvicër. Dhe kështu për të arritur një shkallë, për të filluar një rrugë për të më njoftohet diploma ime, ishte një rrugë jo shumë e lehtë. I kisha atëherë mbi 42 kërkesa për punë, të cilat i dërgova në institucione të ndryshme në Zvicër dhe më kthya negativ. Do me thonë të gjitha kanë qenë negativ për atë arsye që nuk e kisha të njoftuar diplomën dhe për atë arsye që do me thonë shumë faktor tjerë kanë diku, vi prej një vendi i cili nuk është atë shumë i zhvilluar, apo modeli i studiumit në Zvicër është tjetër, nuk është sikur atje. Në këtë mënyrë, do me thonë ka qenë një rrugë në të cilën unë u duhesha të vi në një nivel ashtu të filloj si një praktikante, se nuk isha tjetër rrugdalje. Në këtë mënyrë vendosa
të filloj këtë praktikum në një institut, edhe ai institut, do me thënë, në fillim isha e trajtuar si një praktikante, si gjitha praktikantët tjera, dhe ndërkohë pastaj kisha në mbikëqyrje një person i cili ishte i diplomuar, i cili shikonte se si e ndjeki punën, si kam njohurit medicinale dhe në këtë mënyrë, mbas 3 muajve pastaj fillova të integrohem më shumë në repart dhe atëherë mu afru mundësia, do me thonë për institutit që lejohet kërkimi i njoftimit të diplomës. E ka njoftu tani, s'ki pas nevojë me kryja për shkollë? Shumë. Ashtu nuk shkon. Do me thonë vetëm për një herë të bish diplomën dhe të japish diplomën dhe diploma për një herë të njoftohet nga kryqi kuq është e pamundër në Zvicër. Posaçërisht që kisha studium në Kroaci të cilën e absolvova, as pak nuk ka qenë privilegj, edhe pse do me thonë atëherë ishte Kroacia në Bashkimin Union të Europës. Tashi, më falë, Esmije, se jo, lutem se nena në show këtu mujna me lëshu në lerë ti edhe une do me thonë... Mos tani, po du me dalë pak të statistika shqiptarëve në Argau. 56% po më nxjerr. Ja, është e pamundën. Është në vërtet e pamundën, atu ka shkruajt edhe gazeta zvicrane, se në një klasë, shikoj. Viral! Shpërndoju! Ngo pak. Tash t'ju them diçka. Në Zvicër, dashte apo s'dashte ti? Jo na s'forstosh nitë, ëh. Dashte apo s'dashte ti në Zvicër ka shqiptar shumë. Kur them shumë, jena një forcë jashtëzakonisht e madhe. Tash marrësh nuk e di, a e të bohulëm tim apo jo? Jam të bohulëm tim. Lutem kallëzom pak se kam dëshirë me ditë, a është kjo një shifër e saktë, apo është një shifër që nuk besoj. Veç se është një shifër që mundet me bëu diçka. Në kretë Zvicrën dihet që shqip folësit janë 300.000. Parafërsisht. Ja, i sekond. Ja, plus minus. Me statistikë. 300.000 këtë Zvicër, 400.000 në dole në Argau. Nuk janë 400.000 në Argau. Kantoni Argau i ka diku 735.000 banor. I ka 735.000 banor. Sipas një anë statistikë që tu afër 10.000 folin shqip. Tani që janë 2%. Tani Esmije. Shiko, ata flasin shqip. Am kupto, do më thënë flasin shqip. Në përgjithësi, nëse e merr, do më thënë statusin e familjeve shqiptare, ato flasin shqip. Pastaj zotë nëse një jam me ty, unë me ty jam për të kallëzoj. Unë jam me ty, po ideja është se Zvicrën e këbje për lip në Zvicër, Zvicra është unë sere hercë, veç, aber nuk ka kallëzën krejt, se s'ka nevoj kemi kallëzu sanet e veta, komplet të qo. Ta shka folin shqip o tjetër sanë, bro, se në Gjermanisht folin shpi shqiptarët. Edhe ti me vlanë, me motrën tonë, në Gjermanisht folin. Edhe konsideruar që nuk... A dish pse e matin qështu? Sepse për në ryshe me pyt për cilit shtetje me prejardhje, dalin Macedonisë, Kosovës, Serbisë, Malizzi, e për me mujt me... 400.000 ChatGPT jap e qet, edhe Google, Wikipedia se di sa... Musmi ka qik 400.000 ChatGPT, ja. Vetem, kemi sa të qiti ty, sa të qiti? Shqiptar, sa të qiti? Se din. Ashtu është në rregull. Mirë po, do me thënën, në përgjithësi kam jaftë shqiptar. Mirë po ka qenë kjo statistikë të cilin e kam shikuar para 2 viteve, mirë po tash është e mundën që ndryshon, mirë po është e saktë që kanton Argau ka shumë shqiptar. A është kantoni që ka më shumë të shqiptarë në Zvicër? Besoj që është një ndër, po, i takon kantoneve më të shumti. Po thom, i takon kantonit të cili në vërtet ka mjaft shqiptarë. Zürichi është paralel sa e di unë, me kantonin e Argaus. Vetëm Shprejtenbahin, nëse shikojmë vetëm Shprejtenbahin, ati 80%. 80%? Ma mërmenja, nuk jo me sakt mirë, po 80% jam e bindun që i ke vendbanorët. Ku të shkosh vendbanor. Do me thonë edhe në qendrat të cilat janë në shqitje, dhe këto ndëgjon fjalë shqipe. Por atër si e thonë, në komunë me shku kje shqip, në bankë me shku kje shqip, në polici me shku kje shqip, ku dhe që të shkosh kje shqip. Dhe realisht, marash, është një logikë shumë e drejtë. Unë e kom bo këtë analizë prej vetës, pa pas statistika,
Unë kam thonë që në Zvicër, kam thonë, mendimi imi, ndoshta jam i gabum, qofsha i gabum, s'ka lidhje, nuk është kjo statistike saktë, kjo është vetëm thjesht një mendim, janë mbi 1 milion shqiptar. Flas shqiptar, që janë me rranj shqiptar edhe me gjak shqiptar. Nuk po flas me dokumenta, se me dokumenta ky shoku im nuk është shqiptar. Ky është zvicran. Përderisa ka pasaportën e Zvicrës, ky quhet zvicran në statistikë, ëh? Ashtu. A është vërtet rësmi? Jo, se sipas statistikave, për çata po tham, nuk i matin vetëm shtetësinë, po i matin edhe çfarë gjuhë din me fol. Edhe nëse din me fol shqip, mundesh me thënë se vetëm shqiptarët din me fol shqipen këtu në Zvicër, edhe statistikat para do vite kanë dalë që diku afër 300.000 njerëz, ndoshta pak më shumë, thojnë që e din shqipen. Edhe unë kam qef me pas 1 milion shqiptarë në Zvicër, po besoj dihet që ndoket grupi imigrantëve më i madh në Zvicër janë gjermanët, që janë diku pas 600.000, tani janë italianët, e tani janë portugesët, e tani janë shqiptarët. Unë se besoj. Nuk jam në atë nivel. Edhe unë nuk jam këtë statistikë. Mirë po, tash për ta gjejmë statistikën e saktë, atëherë duhet me hin detale me këqyr. Mirë po jam e bindur që Zvicra ka mjaft shqiptar. Zonja Resmia, po mendoj, po t'ishin 300.000 shqiptarë në Zvicër, mendimi imi gjithmonë, nuk duhet merret parasysh, nuk besoj që mundet me pas vetëm aeroplan çdo ditë të mbushur full me shqiptar për Shkup, për Prishtinë, për Tiranë nga 3 aeroportet e Zvicrës. Nga Gjeneva ke plot çdo ditë, nga Bazeli ke plot çdo ditë, nga Zyrich ke plot çdo ditë. Po jo një herë ditë, ke mëngjes, në drekë, në darkë, full, tu shku full, tu ardh full. Me 300.000 dashur marrash, nuk besoj që mundet me mush full çdo ditë javës, jo e ditë, po çdo ditë javës. Apo ti shkon 300.000 vikende vishë mush. Besoj që po se një aeroplan savane i ka 150 persona, tash e ke 300.000 shqiptarë, normal që i mush dy aeroplane. Që i ka 300 vende, edhe është full. Ka aeroplana që i ka edhe 350. Ashtu është, apo në përgjithësi kur të flas për shqiptarët është kënaqësi edhe një eksonumri ta kem shqiptarëve. Edhe për Zvicrën është kënaqësi. Mirë, po është qëllimi ynë është që ti sa më shumë që ti inkuadrojmë shqiptarët, ti integrojmë shqiptarët, që mos t'ju shkon koha kot. Mirë, po të shkojnë më tutje. A janë të integruar shqiptarët Resmia? Jemi të integruar, mirë po, unë dëshiroj që t'jem edhe më shumë të integruar. Në çfarë aspekti? Në aspektin flas tash posaçërisht për gratë, se unë jom e inkuadruar në projektin e parë të cilin e kem krijuar me një moderator nga Turqia vjen ajo është posaçërisht për gratë, do me thënë gratë jo vetëm shqiptare, po gratë prej krejt botës, do me thënë nga gjithë bota, aty vynë, edhe në këtë projekt organizojmë tema të ndryshme, që nga gjuha gjermane, deri te, po thëmë për rregullat në komunën e Zvicrës, apo rregullat për sigurimin e shëndetësisë, posaçërisht temat për shëndet, ato më takojnë mua dhe prezentojmë, do më thonë, në këtë mënyrë dhe integrojmë gratë të cilat mund të vinë edhe me fëmijë, është aq bukur e organizuar dhe në këtë mënyrë nga ana ime është, do më thënë, dëshira e madhe që gratë sa më shumë të marrin pjesë në këto projekta, të inkuadrohen në për aspekte tjera me kurse apo me shkollat të thjeshta në fillim që të arrihet kulminacioni apo cili i profesionit të tyre. Në anën tjetër punoj në migracion samt dhe bashkëpunoj me Kryqin e Kuq, është posaçërisht për migrantët të cilat dojnë ta ndjekin këtë rrugë me njoftim të diplomës dhe rruga atyre të jetë më e lehtë dhe me një përkrahje të mentorit, që ka më quajnë mua mentorin, atëherë kjo lidhje mes dy personave është total, si të thomë, pa hierarhi. Është personi i cili gjendet në një status sikur që kam qenë unë në fillim. Dhe kërkon një rrugë
e cila e prin deri te qëllimi. Për shembull njoftimi i diplomës me një shkollë të lartë pedagogjike apo shëndetësore apo si të them sociale, domethënë në rrjetën sociale, të cilat janë që vijnë nga vendet e tjera, jo vetëm për shqiptar, po nga gjithë bota. Atëherë unë qëndroj në atë aspekt që atë person të bashkëpunoj me to dhe ta përkrahi me eksperjencat e mia të cilat i kam pasur në fillim dhe me inspiracionin tim, mirë po, pa pasion. Jo bën e këtë, mirë po, vetëm e përkrah lehtë dhe e përkrah në atë mënyrë që mos ta humb vullnetin. I përkrah në kuadër të migracion sambit apo në kuadër të ndonjë Me kryqin e kuq. me kryqin e kuq. Kryqi kuq gjendet në Bern, i cili është i njohur për diplomat sociale, përgjithësi për medicinë dhe këto tjerat. Atje qëndroj me ekspertë të tjera të cilat janë si të thonë përgjegjëse për këtë punë, atëherë shikojmë diplomën. Çka i mungon diplomës, për shembull, flasim diplomës nga Portugalia, çka i mungon asaj diplome për të arritur statusin në Zvicër. Domethënë ti jeni mon jo vetëm shqiptarëve që vinë, po edhe tjerëve. Ashtu, aty janë domethënë për gjithë njerëz nga krejt bota. Jo vetëm nga Europa, mirë po vinë nga Eritrea, vinë nga Kolumbia. Për shembull, është shumë e rëndësishme ta ceki këtë se është kënaqësi këso diploma të kesh në dorë dhe të vlerësojsh ato diploma, të cilat janë të mrekullueshme, diploma të cilat kanë vlerë shumë të larta. Tani po flet ti që diplomat e ardhura nga Kosova. Nga Kosova është edhe ajo diplomë e cila është mjaft efektive, e cila ka vlerë mjaft të lartë, mirë po në Zvicër nuk pranohet. Çfarë duhet bërë në këtë rast? Atëherë do të thotë për të arritur statusin e diplomës, pranimit në Zvicër, po, me shkollë të lartë, duhet të studiohet 2 vite. Apo, indirekt, me moduls. Moduli është një pjesë e studiumit, që është prej 5 ditëve deri në 10 ditë. Këtë metodë unë e kam pas për të arritur njoftimin e diplomës dhe atëherë në fund të ligjëratave që ndëgjohen në shkollat e larta duhet absolvohet një provim me shkresë dhe me gojarisht. Cilat janë rregullat këtu në Zvicër? A duhet për shembull me ditë një gjuhë Zvicrës, gjermanishtën, franceze, duhet me pas diplomë për me mujt me punu këtu në spitale? Ashtu, do me thonë paralel me modulës të cilat i absolvon në shkollat e larta, duhet të njoftohet edhe gjuha gjermane, për shembull në kanton Aargau, gjuha gjermane. Atje ku folet frëngjisht, atje frëngjisht, në italisht. Ashtu. Këtu duhet do me thonë të zotrohet mjaft mirë me një nivel të europejshë nivo, për ndryshe nuk ke shansa të njoftosh diplomën. Duhet me bo një shkollë ose një kurs këtu për gjuhë? 120 orë gjuhë gjermane mi kanë kërkuar që para 22 viteve. Do me thonë, atëherë ka qenë kërkesa aq e ndërlikuar. Edhe pastaj praktikum 1 vit në një institut, në mbikëqyrje në një personi i cili është eksperti për atë punë, apo është përgjegjës për atë punë, e pastaj nëse i absolvon edhe moduls në studium, të cilat kanë qenë 12 atëherë i kam absolvua, atëherë në fund llogaritet pastaj ajo diplomë para se që të hyjë në statusin zvicran, që një nivel të lartë, pastaj edhe një herë me eksperte, do më thonë llogarit. Veç është një procesi i gjatë, zakonisht. Shumë është i gjatë. Ato e kam dhënë edhe një intervju të Zvicrant, ku shkruan gazeta e kantonit të Aargaus, e kam deklaru që kanë qenë mbi 42 kërkesa të punës. Kur kam marrë në fillim, kam kërku punë, njëherë si praktikante, gjitha më kanë refuzua. E për atë arsye kam dhënë edhe ato haptazi që deshta t'ju ja bëj me dije që nuk është aq lehtë. Nuk është aq lehtë, mirë po nuk është edhe e pamundur. Zvicra ka shumë nevojë si edhe tjera vende këtu në Evropë për mjek, për shembull, ose motër medicinale, ekspertë në këtë drejtim. A janë tu i bo pak ma letë këto procese për me Kështu, isha në një, e kem pas një takim me ekspertët për kryqit kuq, atëherë si migrante, po, disa kriterije, do më thonë ne kem pas një pilot projekt, disa kriterije janë për pak ma të lehta, ama shumë pakës. Ato ishte
unë isha iniciatore, do me thonë gjuha Shvicërdyq, si ja bëjnë këta. 100% është shumë vështirë edhe Hochdeutsch, se në Hochdeutsch në absolvon provimin. Edhe Shvicërdyq, dy gjuhët, është një gjuhë, mirë po, di dialekte të cilat janë di komponente të ndryshme. Ajo mu ka dokt mu që në fillim ka qenë e tepër pakës. E tash e ke mërzu deri në 60%, e kupton migranti, Shvicërdyq, apo mundet edhe Hochdeutsch me këthy. Ku qëndrojmë në shqiptarët me integrim në Zvicër? A jemi mirë apo si mirë? Je mirë po edhe jo aq lartë. Jo aq lartë. Femrat, gjinia femrore apo mashkullore integrohen më shumë apo janë më të integruar? Mendoj që bashkujt dominojnë më shumë integracion, po. Femrat jenë pak më poshtë. Unë e kam pas statistikën ku ka qenë, do me thënën, aty i kam qenë mjaft e mërzitur se nacionalitete tjera, gratë prej nacionaliteteve të tjera mendoj, ato ishin pak më të ngrituna. Edhe i kam ba vetë pyetje vetit, pse është ashtu? Çka duhet na me ba që edhe na të ngritemi, ta mbrim edhe na një status pak më të lartë. Për atë arsye jam e angazhuar në këtë projekt edhe në profesionin tim as vend eksperte, i kam praktikanta që vinë nga vendet e huaja, i përkrahi me shumicë, i përkrahi me shumë vullnet dhe ju dëshirojnë vërtet një status të arrin që arrita unë. A ke ndonjë informacion për rastin e divorceve të paktën shqiptarëve në Zvicër, se është bërë një statistikë shumë e lartë, realisht është rritur statistika e divorceve mes çifteve në Zvicër. Paktën kantoni e Argaut si qëndron në këtë? Divorce ato do me thonë ka mjaft që janë të ndarë, mjaft që kanë probleme, do me thonë edhe një problem e shoqi kur të martohen me një femër e cila vjen nga Kosova, pastaj mentaliteti këtu është pak më i rëndë, aty kam pas vetë ballafaqime me këto familje, me të cilat në të vërtetë ka qenë shumë riguroz situata. A është më problem kur vjen nusja nga Kosova në Zvicër apo kur vjen dhëndri në Zvicër? Dy palët, mund të them. Edhe gruaja kur vjen prej Kosovës është pak problematike, se nuk e një shumica nuk po e njohin gjuhën. Mentaliteti tjetër është, rregullat janë, disiplina është e lartë, pastaj termini është termin, çdo gjë është në rregull. Shumë rënd për ta përballuar. Atëherë do të thonë për një rrethi ku nuk është aq lartë në zhvillim me ardhmë në një rreth, unë e kuptoj edhe ato gratë që vinë që nuk është aq lehtë, mirë po burrat këtu punojnë, se në Zvicër është modeli i punës aq i lartë edhe aq i gjatë. Sa kohë i duhet një personi për të integruar në shoqërinë zvicrane me rregullat e Zvicrës? Për me integru në shoqëri, mendon të hysh në shoqëri zvicrane, si shqiptar tash. Jo të hysh në shoqëri, po të paktën për të akceptuar se realisht kur vjen nga Ballkani, po dyrë ti përplas mas pari, pa më problem për përplasja dyve mbyllet dyre. Ashtu është. Me ul zorin është shumë problem mas orës 10 në darkë, domethënë, e kena atë natyrën tonë, që si na më kur më na thon dikush pas vërtet. Ashtu është. Komunikimin telefon me zonë të lartë e kena problem. Termini e kena në orën 12 termin, një minutë pa bu 12 thëm më fala bën nesër se s'po muj sot më ardhmë, domethënë ti ndoshta jetë prit aty. Janë disa gjona që realisht ne s'ju vëjmë shumë rëndësi në anët tona, nuk ju vëjmë shumë rëndësi, është jetojmë me spontanitetin më shumë se sa me jetën e shkruar në blog. E tash për të kaluar nga ky rregull i spontanitetit që ne na karakterizon neve si shoqëri në Ballkan, tek shoqëria e kulturës zvicrane, sa kohë na duhet për mi marrë? Viti i parë është thom vit i cili je edhe vetë në dilemë. Është depresion. A do të ri këtu, a do ti përkrahi rregullat të tyre, unë e di vetë kur jam ardhur në fillim, unë vetë i kam bërë pyetjet prej një vendi ku është deti ato këto. Unë e kam pas asindjen këta njerëz nuk flasin me mua as pak. Pse nuk flasin këta njerëz me mua? Mirë po, do me thonë 6 muajt e parë flas për veti dhe flas edhe për tjerë. Do me thonë viti i parë është shumë dilemë. A kështu ajo. E viti dytë atëherë fillon pak të integrosh sa më gjatë. Treti, katërti, nëse donë të ndjekish rrugën tënde, atëherë shtarton, do me thonë qëllimet e tua fjarisht. Pesti do me thonë atëherë adaptohesh, nëse donë të adaptohesh. Edhe s'mundesh me lëshu më kur këtë vend. Atëherë pastaj adaptohesh edhe je i mirënjohur, e kupton mentalitetin zvicran, i kupton të mirat e zvicranëve të cilat janë. Ma pa në Zvicra si cigari, as mund me lënë kur.
Është ashtu, është modeli jetës shumë i ranë, mirë po është edhe i mirë, e gjej edhe të mirë. Se kudo që isha me projekte ose me profesion në Britaninë e Madhe Amerikë, ku isha në shumë vende tjera, kur shohin që vinë nga Zvicra, ngritën në kamë dhe thonë, Zvicrant janë aq të vlerësum. Në botë. Aq të vlerësum. Sa që kur jam këthy mbrapa, i kam thënë kolegeve zvicrane, se ishin gjitha zvicrane, jam e vetë mja shqiptari, i thomë, na nuk jem aq të mirë si mendojnë ata tjertë. Bash ashtu të mirë. Edhe në Britaninë e Madhe në London, ki mjekt, ki vund ekspertit cilat janë vërtet mund që i krasosh me Zvicrën. Ja me habitun. Një pyetje, po, mbukur shumë. Se ti dukesh si zvicran, realisht kështu kur shoh edhe në sjelljen, mentalitetin shprehur. Po shqiptare jam. Je shqiptare, atë është me ditë. Sa je shqiptare, sa je zvicrane? Shqiptare jam. Mirë po në shtetësinë e kom si kolega, i kam ti në shtetësia. Po, në sjellje, në karakter je zvicrane apo shqiptare? Shqiptare. Unë zvicrane, në realitet, Zvicran i respektoj rregullat e tine, i respektoj gjitha gjarat e tyre. Mirë po, nëse më vje pacienti dhe e shoh që është shqiptar, kem ba edhe film në gjuhën shqipe, jurnalist Zvicran na ka dëgju si flasim shqip. Atëherë, nëse kam kolegi, nëse nuk e zotron shqipen një pacient, atëherë ju thom atyre më falni, se nuk e zotron zotria apo zonja, gjuhën zvicrane, atër flasun e shqip. Okej. Edhe shqip, edhe knaqen pacientat, kur të shohim knaqem unë jam e një botë tjetër, që mungon ai komunikacion. Tash të flas për integrimin tënd personal. Ja. Me dash ti, mos më paraqit si zvicrane. Me anxhit vetes emrin Sofia apo Gudion. Sofia ose A kishte mujt dikush me të dallu ty që je shqiptare? Të paktën në sjellje, në dialekt, në të folur, në gjuhën gjermane. A mundet, pra domethënë, a je e futur thellë në integrim dhe në kulturën e tyre dhe në gjuhën e mësimit, në mësimin e gjuhës tyre, apo mundet dikush me kuptuar që si je zvicrane? Është e vërtet, si thojnë, është fakt se unë jam me një prapavi migratore. Kur i shoh fëmijët e mi, ata flasin pa akcent gjuhën gjermane. Unë e flas gjuhën gjermane, shkruaj e përgjigjem çdo instituti me email edhe me këto, me gjitha gjëra të cilat i bën një profesioniste në vend management. Mirë po, besoj që kur t'jom në privat sferën, që shkojmë një event apo me diçka, nëse flas me zvicran apo me nacionalitete tjera, atëherë e prezentoj veten edhe hapta si që vin nga një vend i cili është. Shumë është, bravo, nuk bën me unë, bravo. Që flitet gjuha shqipe. Bravo shoh. Shumë mirë. A ke përjetu një herë paragjykime gjatë punës tane? Një pacient për shembull që preferon me pas një zvicrane ose një. Paragjykime tash diskriminimi është shumë i lartë atë se kam përjetua. Paragjykime është e mundën në fillim, është e mundën, po për fat të mirë thom tash, nuk i kam kuptuar ndoshta gjitha në fillim kur ka qenë si praktikante. Është shumë e mundun që kanë qenë domethënë si thom paragjykata shumë të lehta, mirë, po nga një herë edhe nëse shoh një pacient zvicran, megjithse tash generacionet e reja nuk i praktikojnë këto gjëra, nëse thot që dua një timën e dua, nuk e dua për shembull një të hujën ausländerin, si thonë këta, atëherë e kuptoj, e marr, e akceptoj atë, mirë po s'm ka ndodhur deri tash. E kisha akceptuar pa kurfar problemi, edhe i kisha dëshiruar një trajtim me tjetrin person. Okej, domethënë ti e kisha akceptuar, ti nuk kishe marr personalisht. E kisha akceptuar për atë arsye se i bëj pyetje vetit a ka pas një eksperiencë të keqe me auslender, çka është shumë e mundur me të hujt, si thonë këta auslender, apo kush të arsyeja, domethënë ku qëndron arsyeja. Një pacient i cili është në ditët më të vështira të jetës, ai është i brengosur. Edhe tash e sheh, domethënë në shenjën këtu, e sheh emrin tem Jakupi, edhe tash nuk di unë për çfarë arsye më refuzon për shembull. Po ke mirë kuptim. Mirë po ka mirë kuptim, mirë po, kur kisha gjetë kohën e lirë, atër kisha bisedu. Ganz konstruktiv. A ka ndodhur ndonjëherë me të refuzu?
Jo, deri tash jo. Për fat mirë jo. Jo. A beson që sistemi shëndetësor pa migrante në Zvicër nuk ish funksionuar momentalisht? Kur jam nëpër spitale, më duket se shumica që punojnë atje nuk janë të shtranë. Mendoj që është ndoshta edhe pa mundën pa migrante në institucione shëndetësore, mirë po punohet në këtë aspekt. Zvicra është nga punon në këtë aspekt që modelet, degët shëndetësore të bëhen më atraktive. Është një problem edhe në Zvicër, nga njëherë edhe nuk mund ta kuptoj, se në Zvicër, shka shumë e rëndësishme ta cekin, është një ekufizume verta e mjekve. Ata populli Zvicran, vetëm 20% për shembull e marrin, 20% guxon të studion mjekësinë. Unë vetë ju kam bë pyetje. Pse? Atëherë i marrin prej huj. Aty jem tashtu. Pse vetëm 20% kur guxon? Në Universitetin e Çerit më duket në vit i ki 350 persona që diplomohen si mjek. Po Zvicra ka nevojë për shumë më shumë. Edhe thonë që deri edhe 2030 më duket kanë më mungu diku 8 ose 9.000 mjek këtu në Zvicër. E tash janë të biseduar nëpër parlament, a mundin me shtuat numër se financohet ajo nga shteti. Edhe deri tash se di detajet nuk e di, po ndoket janë prej arsyeve u kanë me majt kualitetin, cilësinë lart. Edhe vetëm njerëzit, domethënë më të mençëm që kanë bënë test inteligjencës, mundin me shku me studiu mjekësinë këtu në Zvicër, po tash po dojnë ndoket me liberalizu këtë. Ashtu. Jemi, domethënë, edhe në Krysht Kuçat i kam joftu edhe shumë mjek shqiptar te këto modulet kur i kam bëun. Se një shqiptar, domethënë mjek nuk mund të fillon automatisht këtu me punu për një herë. Domethënë kanë bërë studiume i kam taku edhe shqiptarët aty. Edhe nga Kroacia është e njëjtë. Edhe nga vetëm Gjermania, çka nuk është ende nuk është e saktë, se Gjermania ka një status tjetër diplomës, çka është pak më dobët se e Zvicrës. Aty janë pak, domethënë me studiume me diçka tjera, mirë po akceptohet. E Francës, për shembull, është top diplom, sukrejon. Britanisë. Ajo akceptohet e Francës e Britanisë? Akceptohet se ata kanë studiumin e tillë, sikur që e ka Zvicra. Gjermania, a ka të njëjtë? Gjermania ka pak ndryshyme. Po atëherë duhet me rrit Zvicra numrin e studimeve, sepse mjekët gjerman munden më fut në Zvicër një lloj sikur ata që Zvicra nuk i pranon për të studiuar. Mirë po, mendoj që janë aty, domethënë Kryqi Kuq ka qëndron edhe si thonë Gesundheitswesen, domethënë sistemi i shëndetësisë është zgjutrash, se edhe vetë kanë pa, që domethënë do të ngriten edhe do ta bëjnë më atraktiv pakës. Siç të bëhet, ta shpresoj që edhe unë marr pjesë në ato, në atë lamisi të them, edhe besoj që do të stabilizohet gjendja. Në moment është kështu. Se ka edhe kritik thojnë Zvicra i merr mjek nga vendet të tjerë, që edhe ato kanë më shumë nevojë nashta se Zvicra për të punëtor, ekspertet. Ashtu është. Tu i pas mundësi Zvicra me diplomu vetë mjaft. Sakt, edhe unë nuk e kuptoj këtë gjë, mirë, po do të bëhet mirë, shpresoj tash, duhen edhe 5-6 vite, 7, derisa të mrihet kulminacioni. Të dalim pak tek shërimi i plagëve pas operimit. Po. Si ekziston mundësia apo shërimi apo si trajtohet nga ana juaj plaga pas operacioneve apo? Kemi shumë plaga të lloj-llojshme, domethënë pas operacioni normal hapet njeriu dhe një organ operohet apo gjinden operacione të ndryshme në trup, atëherë kërkon ai operacion një shërim të plagës në përgjegjësinë e profesionistit. Domethënë një plagë e cila është e ndërlikuar, ajo kërkon edhe një shërim special. Ka shumë metoda të ndryshme në Zvicër, çka e gjej mirë se është në zhvillim të lartë, ku infekcioni është nga njëherë i pamundshëm, domethënë me këto metoda të cilat i trajtojmë në medicinë. Është një ndër prej tyre është shërimi i plagës në vakum. Domethënë ajo bëhet me një makinë speciale e cila ka një pompë. Dhe ajo pompë domethënë e ka edhe një pjesë të shpuzës e cila lidhet dhe vendoset në plagë. Kështu që
2-3 ditë ndrohet, do me thonë kontaminimi me bakterje është i pamundur. Mundet gjithçka me ndodhë mirë, po do me thonë mbi 90% është një siguri e plagës. Do me thonë ke këso lloj trajtime të plagëve, të cilat janë në të vërtetë në kujdesin e profesionistave, në kujdesin e hirurgave dhe shërohen, do me thonë, pa komplikacione. Bëhet fjalë për shërimin të shpejt të plagës apo shërimin estetik, do me thonë që duket pa... Dyja bashku, se këqyre. Spari, wound management më kanë është një, si thom, një punë, një detyre, një personi e cila ka me 2 palët të bëj. Jo vetëm me shërim të plagës, mirë po duhet të mendoj se si do të shërohet ajo plagë dhe si do të mbet sheja e plagës. Aty ka shumë faktorë, do me thonë në të cilat profesionisti duhet të punoj së bashku me pacientin. Nga gjendja shëndetësore, anamnezën e pacientit, o qëndron mirë me shëndet, ka imunitet të fort, apo ka mungesë të vitaminave, ka mungesë, vitamin C është një ndër vitaminat të cila është shumë i rëndësishëm gjatë shërimit të plagëve. Pastaj cinki është një element të cilin nuk e vrejmë na në fillim, kur je i ri. Mirë po ndërkohë, mas shumë viteve vren që s'është në rregull diçka me lëkurë, s'është në rregull me pigment. Do me thonë gjitha ato gjëra prej ne promovohen. Do me thonë nga ne i japim, edukojmë pacientat. Pastaj është në pyetje, a është tetanusi i vakcinuar apo nuk është i vakcinuar. Çka është një bakterie cila është vdekjeprusje. Këtu në Zvicër është një status i lartë i jetës ku fëmija si në shkollë, si mbas lindjes janë rregullisht të vakcinuar. Mirë po në vende pacient migrantat të cilat vinë nga vendet e pazhvilluara, atëherë i bëj pyetje vetit ka apo nuk e ka, libres nuk ka, nuk di, nuk e kupton çka është ajo. Atëherë do me thonë brenda 24 orëve edhe një herë i përtrihet vakcinimi. Pastaj janë fashat, pastaj janë materialet për shërimin e plagëve të cilat janë me një kualitet të lartë dhe të cilat do me thonë qëndrojnë në granulacione. Granulacione është ajo pjesë e cila përtrihet mbasi të hapet vara, do me thonë çat fazë granulacions fazë ato do me thënë me këto metodat të cilat i kem e përpunojnë aq mirë plagën sa që vjen deri te epitelizimi. Pas epitelizimit atëherë qëndrojnë deri te shërimi dhe zbukurimi estetik i shejes në trup. E kjo gjë ma inspiron mu, pse pacientin jo që vetëm e shëroj nga gjendja, si të them, nga gjendja e smundjes apo nga gjendja e operacionit, mirë po e shëroj edhe gjendjen mentale të ty. Do me thënë, 2 gjana të cilat inspirojnë wound management. Për atë arsye dhe jam shumë e kënaqur që muj të jem në këtë profesion. Bravo. A kishe këshillu me marr tableta me vitamin, me cink që shiten tash në për shumë vende? Kisha preferu për një kohë ndoshta të shkurt, mirë, po, kisha preferu në të vërtet preparatit të mirët në apotek, apo në një institut, apo një bioshop, si thonë, një shtëpi e farmacisë e cila është e certifikuar. Se mund është t'i blesh këto preparate gjithkund. Që vinë nga vendet tjera. Na shpesh i kemë analizu një substancë mjafton, vetëm një substancë mjafton, që të ketë kontraindikacione, që trupi do me thonë mos ta përtri. Kisha preferu gjatë shërimit të plagëve, vitamin C dhe cink do me thonë tolerohen. Mirë, po ki edhe komplementare medicinë, të cilat janë gjitha në aspektin të bimëve, edhe ato mund t'i mersh. Mirë, po varet prej trupit, varet prej imunitetit. Çfarë imuniteti ki? Për më po vund ekspertin, besoj që ki pas nevojë me kry shkollat vazhdimsi me vite. Ashtu. Basi që e kam bën njoftimin e diplomës time, do me thënë si me shkollë të lartë të infermierës, atëherë kam bë edhe shumë kurse të ndryshme në rehabilitim të pacientave, në shumë gjëra hirurgi, ortopedi, në shumë aspekte tjera. Mirë po ndërkohë atëherë inspiracioni më lindi te anestezia apo te wound management. Tash kam pas dyat. Anestezi apo wound management. Mirë po prap shkova në wound management, do me thonë anestezia mbeti mbrapa.
Folëm edhe për preparate, tash kom lexuar që ti je vegetariane. Po, ashtu është. Atë mungojnë ty disa vitamine, tash se di, nga ushqim, nga mishi? Ashtu. Unë si fëmijë se kam shiju mishin, se kam konsumu mishin. Mirë po ndërkohë kur e bëna vendishme atëherë e lash se kam një etik të lartë, respekt nga etika e njeriut, po ashtu edhe e kafshëve. Domethënë arsyeja etike pse je vegetariane, jo për shnet. Nuk është tash nuk mund të them që është vetëm një faktor etika, mirë po unë nga natyra dhe jam e krijuar mendoj kështu, se nuk e kam shijuar, nuk e kam konsumuar mishin, mirë po edhe etika luan një rol të rëndësishëm. Shëndeti, unë besoj se çdo gjë e cila mirët konsumohet me mas nuk është problematike. Domethënë edhe mishi nëse konsumohet me mas nuk do të jetë problematike. Në atë aspekt nuk kam menduar. Mirë po Kush është masa sipas teje? Masa që çdo gjë të ngrahet ama jo me teprua. Sa Se herë edhe mund është edhe mish me hokër mëngjes edhe mbrëmje. Mund është Sa me herë hokër në javë si na thonë. këshillon për të ngrënë mish? 2 herë. 2 herë. Maksimum 2 herë? Maksimum 2 herë. Maksimum 2 E herë. na shqiptarët që hajmë E çdo për ditë. atë arsye të Ky han shpesh ky djali. Shpesh po. mishin. Po, Qur. mos më hangër mish për shembull, mungon vitamina B12, më duket. Është e mundën Ato që janë vegan, vegetarian mund me B12, vojë. pastaj është hekurin, pyetje, pastaj është vjen kalcium, I magnezium. duhet trupi deri dikun. Ashtu është. Mirë po, nëse e merr ushqimin e pasur me një mas proteinave pastaj, unë për veti nga natyra jam që ha shumë pemë dhe perime muj të hanë, si thojnë të na, një topfo dhe një tengjere. Do me thonë nga natyra i adhuroj këto sene, të cilat janë të vërtet i dua. Jo i marrë që s'kon vitamine këto, mirë po këto i adhuroj edhe i konsumoj me dëshirë. Pastaj kam aktivitete me shport mirëm, pi mjaft ujë, pi langje të cilat janë të ndridhura. Për me zëvendësu mishin. Për me zëvendësu mishin. Ja, Allah na po. shqiptarë që s'ha mish, në si kena punë të kërka. Si kem punë të mirë. E po, çdo njëri për veti Po, duhet po, ta absolutisht, vendosë, am kupton. Çfarë mendimi ke për mjekësinë në vendet tona, në trevat tona, në shtetet tona? Mendoj që mjekësia, unë vetë, do me thonë, vi me një studium prej asaj pjese. Mendoj që është mjaft i mirë, po mungojnë shumë gjëra të cilat në vendet e zhvilluara ma shumë vlerësohen dhe absolvohen. Se këqyr të na e kryen për shembull një mjek, e kryen studiumin, apo e kryen një infermieri, apo një vund menaxhment sti tash besoj që edhe në këto dek janë të integruara, dhe atëherë rrinë në atë nivel. Do me thonë, më tutje nuk veprojnë apo nuk ndërmarrin. Unë besoj edhe mendoj që është shumë e nevojshme që të aktivizohet, do me thonë upskilling, zhvillimi, si në jetën private, po ashtu edhe në jetën profesionale, të rish të ngritesh, do me thonë gjithmonë të jesh e ngritun për gjëra, për sfida të reja. Kështu bësh edhe më i posër, bësh edhe më i sigurt, atëherë nuk ke kurfar problemi. Së të përgjegja në pyetje që tha për vund eksperte, dhe një vit e gjys kam studiu për vund eksperte, tash e ke përgjegjen e saktë. Ti je shumë aktiv, angazhohesh në për disa institucione të ndryshme, profesionin e ki që lyp shumë. Hargjus, ja. Po. Tjetër hobi, pasion, diçka kam lexuar që të pëlqen me udhëtu nëpër botë. Po, ashtu. Elementi im i jetës është natura dhe bicikleta. Pa biciklet, ato është e pamundën. Unë shkoj në punë me biciklet, kthehem biciklet, pak e kam të lehtë, kohë të lehtë, do më thënë, ja marr. Bicikletën edhe natyrë shtoj. Mirë po, udhëtimi është pasioni imi. Udhëtoj me shumë dëshirë në gjitha kontinentet, jo vetëm në Europë, më interesojnë edhe kulturat të ndryshme, monumentet të ndryshme, jeta, modeli i jetës, kam pas kontakt me shumë njerëz të cilat e kryen mentorin, e kryen të njëjtën punë të cilën e kryej edhe unë në shumë vende. Cilat shtete e kanë që të kanë pëlqyer më shumë ti? Më ka pëlqyer, mendon si, për shkak migracionit? Jo, personalisht si hobi që ki.
Lanzarote më pëlqen shumë, është në Shpanjë, Bahamas ju më ka pëlqy shumë. Bahamas ka qenë shumë i mirë atje, jo. Ma shumë në deti, pra. Do më thonë deti i takon oqeanit Atlantik, mes Kubës edhe Floridës. Mirë, po ka qenë aq shumë ka qenë aq i pastër uji, ka qenë një inspiracion i jetës, ajo jetë si e përjetojnë ata njerëz atë jetë, si e shijojnë atë jetë. Për atë arsye them që ka qenë një pjesë e cila jetë në zemrën time. Mirë, po edhe Lanzarote është pamas e bukur, ka klimën fenomenale. E shpesh jom në Egypte, aty udhtoj shpesh se ka edhe ata kanë një klimë fenomenale. Në këtë mënyrë i kam njoftu edhe religionet e tjera të cilat çdo religioni ka edhe karakteristikën e vet. Domethënë jam po shumë e pasur në këto udhtime. Edhe spendohem që i kam bërë dhe do t'i bëjmë tutje. Do vazhdosh të jetosh përgjithmonë në Zvicër? I kam 2 fëmijë të rritur, çka më bëjnë shumë të lumtur, jam mjaft e përmbushur me ta, janë të shëndetshëm, janë të lumtur dhe mbi gjitha janë njerëz të mirë. Kur je i lidhur me fëmijë, tash është edhe vështirë tash edhe ta lësh venin për një herë. Mirë po, mendoj kështu, derisa të punoj, jam këtu. Udhtoj mjaft, e mbasi që ta kryj, do me thënë punën, të pensionohem një herë, atëherë do të shohi, është e mundën që pakës dikun tjetër, pakës këtu, apo mirë po, si të them, qelsi i jetës do të jetë këtu në Zvicër, nuk do të largohem nga Zvicra. Okej, bukur. Shumë mirë. A kemi diçka tjetër për të shtuar kësaj ndërviste? Për të shtuar... A ke dëshirë për të kapur diçka që ke, me qenë se është rasti, ndoshta unë e marroshi momentalisht s'mujna me ta drejtu këtë pyetje se dim, ndoshta mos ke diçka nga vetja për shtuar apo ta përmbyllim. Jo, jam mjaft e kënaqur me juve, ju jeni mjaft të mrekullueshëm, vetëm në këtë rast e shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjitha gratë kudo që të jenë në botë, posaçërisht gratë shqiptare. Mendoj që na jem fenomenal. Mos dorëzoheni kur edhe në situatat e vështira dhe kur ke pengesa. Atëherë është një periudhë shumë e rëndë, mirë po kjo periudhë të bën edhe të lumtur. Qëndroni të lumtura, shkoni më tutje, vizionet, afinitetet, mos i harroni. Ju dëshiroj shumë fat. Edhe për të zgjidhur burrat ku do që janë. Mini pros. Mos u dorëzoni bro, punoni sukses. Jam kryetari i drejtave të burrave. Bravo, atëherë punojmë bashku, unë për gratë, ty për burra. Është një kënaqësi shumë e madhe që ishe sot në Folship Show dhe morëm informacione shumë interesante edhe sa i përket integrimit dhe shqiptarëve në Zvicër, por edhe shëndetësisë, plagëve këtyre gjërave. Të falenderoj shumë për praninë në studio dhe do kemi rast edhe hera tjera. Patjetër. Faleminderit shumë, jeni të mrekullueshëm, ishte kënaqësi që isha pjesë e këtij emisioni. Shumë faleminderit në përcjelljen me Eduard Trokiti, un big up on Jonas. Faleminderit shumë.